Ta bukur kjo Tirana, shive. Gjëm Tirana. Edhe profesor Lugën. Gjëm Tirana. Shëndes, çka ka të re? Do ta nisim gjithmonë me rubrikën tonë, me këtë pyetje që do mos bëj rrakas draka kot. Do i ke përshëndetje. Dar nga Altini, dëgjoni çik tani. Vazhdoni tani Dëgjoni çik tani. Profesori. Shikoni këtu, kjo është një letër që i është drejtuar drejtorisë policisë Tiranës. Shikoni mirë, është quar dje me urgjencë, po para se të qoj dje me post me urgjencë, është quar para 3-4 ditësh dorazi, e kam quar unë vetë të drejtoria për personelin. Që pun ka drejtoria për personelin, do thonë juve? Edhe ja, Altini do ta lexoj, sepse ju nuk e lexoni dot nga që... Lexoj, Altini, lexoj. Cile lexojnë tani? Këtë, gjitha qa shikon këtu. Thirrjet Zoti Kasriot Palushin, adresa apo gjë pranë komisariatit të policisë numër 4, të paraqitet para. Dhe kush e ka thirrur? Kush e ka thirrur? Jare këtu, gjyqtari Dritan Hallunaj. Po, Dritan Hallunaj. Ashtu dhe, e ka thirrur për në datën, e ka thirrur për në datën 13/2 në orën 11. Ashtu. Një, prit artiqon, prit. Po presim, po. Normalisht përshtypja e parë është 10 sekonde para. Shiko që këtu. Po. Kjo është një tjetër thirrje, se tani Altini dje dhe s'dit lexoj, po unë po ja u tregoj kështu. Altini nëse ka vrejtje le ta thot. Thirrja është nga gjyqtar Altin Abdiu dhe është për shtetasen Irena Elezi, ish oficere e komisariatit numër 3. Me dokumenta, jo llafe. Dhe përgjigja këtu, diku këtu, është thënë që është larguar, shikoj, lexoj këtu, është larguar jashtë shtetit në USA. Në Shtetet e Bashkuara të USA-s. Dhe kjo është tjetra përsëri nga thirrje nga Altin Abdiu, kësaj radhe për mjekun Dorian Skënderaj. Nuk gjendet në adres ky. Nuk gjendet në adres. Tani kush janë do personazhe? Po dalë se këta janë personazhe, këta janë 3 nga të paktën 7 personazhet që janë paditur prej meje për fyerje dhe për shpifje. Po përveç kësaj, këta janë paditur edhe për ekspertim të rrem. Po, si rasti... Irena Elezi që është zhdukur në SBA, dhe se është e para, që zhduket në SBA, do më thënë merret në mbrojtje nga ambasada amerikane një oficere policie e cila në abuzim të rënd të detyrës dhe në një ndërmarrje të jashtëzakonshme kriminale kundër meje, ndërkohë që prisja drejtësi në dyert e prokurorisë Tiranës ku ishte regjistruar një procedim penal kundër kompanisë Western Union, zonja urdhëron policinë dhe në bashkëpunim me këtë të ashtu quajturin mjek, më morën forcërisht për të më denigruar si njeri. Dhe për të bërë të pamundur që unë të merja parat. Kjo është e gjithë loja. Dhe këta persona të gjithë merren në mbrojtje nga policia e shtetit. Këta janë punonjës të policisë shtetit. E kupton ti? 2 janë oficerat policisë, Kasriot Palushi ka qenë oficeri policisë në komisariatin numër 3, i cili në kohën që e kallzoja unë 1 muaj më vonë, pasi gjykata e nxori të pafajshme në lidhje me mua, po ky njeriu arrestuan nga njerëz dhe AMP-s për korrupsion, duke marrë 500.000 lekë për të mbyllur një çështje në favor të njerit që ishte kapur duke kryer një vepër penale. Dhe zotëria, pasi u kallzua dhe u dënua nga gjykata e Tiranës, unë kam 7 muaj që e kërkoj. Ata gjykatësit njeri pas tjetrit nuk duan fare ta thresin. E kupton? Para Dritan Hallunajt e ka pasur çështjen Albert Meça, dëgjojeni mirë. Albert Meça, në vend që të thëriste Kasriot Palushin në seancë gjyqësore me mua që isha i paditur, thiri një person nga urdhri i psikologut për të hedhur hije dyshimin mbi mua. Dhe unë i bëra kërkesë. Kush ishte personi që është futur në sallë dhe nuk ishte Kasriot Palushi? Jo vetëm kaq, po bëra dhe kërkesë që ai të përjashtohej si trup gjykues. Ç'a bën? Në vend që ta përjashtonin, do të pranonin kërkesën time për përjashtimin e gjyqtarit
Albert Meça nga çështja në fjalë, e ngritën edhe tyre çuan në gjykatën e apelit. E kuptoni ju çfarë bëhet në këtë botë? Po, është e skema që ne kemi Po, shpjeguar. gjithmonë, ata për cilin do që unë kallzoj, ata pafe ngrejnë detyrë. Që të bi më fort. Që të bi më fort. Tani, personazhi tjetër, si tham, është Irena Elezi. Irena Elezi, të paktën me çfarë shikojmë në këtë përgjigje këtu, shen ka arratisur në SBA. Po kjo çfarë është kjo? Është personi që urdhëroi që unë të merresha forcërisht nga gjykata. Më fal, nga prokuroria dhe për tu vlerësuar. Vlerësimi bëhet nga një person që nuk e ka iden për ato që flas unë, fare. Jo vetëm kaq, po në gjas me ekspertizën e tij ai thotë që Angeli tund ca letra dhe kërkon ca para. Domethënë, vetëm një i marrosur komplet mund të thotë Angeli tund ca letra. Çfarë ishin ato letra? DJ? Ato letra ishin të tëra prova që i mori gjykata dhe i vlerësoi dhe dha një vendim në favor tim dhe thotë që prokuroria duhet të marrë të gjitha provat atje, t'i marrë forcërisht nëse bankat nuk i japin. E kupton? I ka të shkruara vendimi formës prerë, i ka të shkruara të merret fashikulli ku janë bërë aplikimet për kartat e debitit, se kanë bërë disa kartat e debitit ata të Bankës Intesa San Paolo në emrin tim, pa dijenin time. Plus këta fshehin parat që kanë ardhur në datën 4 maj, këta të Bankës Shqipërisë. Të njëjtin veprime kanë bërë me Intesa San Paolon dhe disa transferta në shumë të konsiderueshme i fsheh edhe Banka Raiffeisen. Tash i Banka Raiffeisen se kush është, nuk ka nevojë të thuhet se Banka Raiffeisen ka bërë namin me transfertat paligjshme. Ndërsa unë e kallzoj që prej 15 vjetësh të gjitha këto veprime ja u prura për t'u mbyllur gojën të gjitha atyre ignorantëve, atyre dashakeqve, atyre që paguhen për të shpifur edhe për të ofenduar në për komentet e tyre, sepse Angel Luka çdo gjë ka kështu me shkresa. Dhe drejtoria e policisë së Tiranës ka bërë një çik më tepër se kaq. Para pak ditësh, që ta dini juve, në krye të hetimit në prokurorinë në drejtorinë e policisë së Tiranës ka ardhur Besmir Dervishi. Besmir Dervishi ka qenë fillimisht oficeri policisë gjyqësore në komisariatin nr. 2. Aty unë kam kërkuar një hetim që ai nuk e ka bërë dhe hetimin e drejtonte gjas me prokuror Gjergji Tako, i njëjti prokuror që kanë nxitur këta. I njëjti prokuror. Domethënë, të gjitha që shikoni këtu, fyrje, shpifje edhe dhunë kundër meje, në një mas të madhe që prej vitit 2021, po edhe me parë me sa duket, i drejton Gjergji Tako. Gjergji Tako është kallëzuar disa herë. Atë vit që kallëzuava unë, edhe Komisioni Pavarur i Vettingut e urdhëroi të futej përsëri në shkollë, në moshën 60 vjeç. I tha shkobe edhe një vit shkollë, i tha se ti je i baft, përveç të tjerave. Dhe të gjitha këto veprime nuk kanë qëllim tjetër veçse të mos kthejnë parat që kanë grabitur për 20 vjet rresht. Ato që kanë grabitur këtu dhe ato që kanë grabitur në Itali. Dhe si që shikoni, këta njerëz të tërë, njeri pas tjetrit, merren në mbrojtje nga ta ashtu quajturit miq. Para këtyre këtu, në vitin 2019, më falni, në 2018, ka ikur në Amerikë ish prokuror Bujar Hoxha. Bujar Hoxha më mbajti 4 muaj me mashtrime dhe unë e kam të regjistruar, do t'ja dërgoj Altinit, mundësisht, nëse e gjej atë, jo nëse e gjej, por nëse arrita ta transferoj, se si me paturpsin më të madhe ish prokuror Bujar Hoxha në vend që të bënte hetimet më gënjen dhe mua për ditë. E këta se ka problem fare, janë kaq të pacipsa, domethënë një tru njerëzor nuk e kap dot marrëzinë e tyre. Tani, po jo, që të qëndrojmë pak te kjo të lutem se e kam harruar herë tjetër si detaj, meqense pa të shkëput tek ajo që po do të kthehem tani direkt. Pa të shkëput tek kjo, thjesht si linjë, meqense ti të gjithë të rezumen, të përmbledh edhe pse ne. Prit se s'ka mbaruar me Besmir Dervishi, prit. Do të kalojmë patjetër, por meqense jemi në këtë kuadër të kësaj, siç ka për të kthyer përgjigje të gjithë atyre, unë do doja të lexoj edhe një koment tjetër që ndoshta mund të jetë një i njohur i yt
para shumë vitesh që ka reaguar ndoshta nga ato komentet që na vinë ne ty mu, do të thënë që na shohin nga larg me atë nivelin e tyre ku janë në atë mbytjen e themi të përthac që ushqemi i pikë ujë nga tjerët edhe shohin edhe përbaltin atë që nuk e din as hallen, as shqetësimin, as problemin, as gjë tjetër, të tjetrit domethënë edhe vetëm komentojnë. Pra, nuk e di se si është interesi atyre, vetëm se qëndron kjo siç ka thotë Angelli që ju jeni të përfshirë në ato siç ka jetonin jetën tuaj edhe ushqenin jetën tuaj. Nuk dini të bëni asgjë tjetër, por nuk du të merrem më shumë me ju, por doja të lexoja direkt komentin që është si faktor një replike ndaj një komenti tjetër që është munduar të hedhë pak balë tek ne. Është Luku ose Luka thot. Është një bashkohor imi Asim Vokshi thot, përfunduar në 82-shin. Po ta them fund për emrin. Ka përfunduar në 82-shin fakultetin e gjuhëve të huaja, dega frëngjisht, kam pas fatin ta njoh mirë, ka qenë një nxënës shumë i mirë dhe po ashtu një i dashuruar me kitarën e artin në përgjithësi. Nuk mund ta pranoj që ishte disi më shumë se ç'duhet, disi i çartur dhe jo nga ato tipat pa botë, por tashti them se si ai ka ecur jeta pas 44 afro 44 vitesh dhe më duhet të dorëzohem, por ama një gjë e them me siguri që është maestro i ndërtimit të fjalisë dhe tipik Mistres Berati që nuk është konformist dhe nuk është pak i gjatë komenti. Nuk e gjej dot tani se. Mirë, dakor. Unë se kam parë, po do ta gjej. Kjo është një koment pra. Ka emër ai personi? Astrid Sheu. Po sigurisht. Astrid Sheu ka qenë një vit pas meje në shkollë. Jo, unë bërë shumë përshtypje, nuk para shumë komente. Astrid Sheu është... Parë se ta thush, parë diçka që Astrid është hedhë direkt nga ato komente që shkruajnë bosh, njërës bosh që shkruajnë shajnë, pa pikë baze. Astridi ka bërë një gjë të mirë, edhe pse thotë që kam 44 vite pa e takuar Angelli. Jemi me të vërtetë, domethënë që prej kohës së shkollës nuk kemi parë, ma. E ka ndjerë brenda atë ndjesinë, atëre, nëse edhe ka shiko këtu, pjesa më e madhe e shokëve të mi fatkeqësisht duhet të thënë, disa kanë ndërruar jetë, shoku im më i ngushtë ka ndërruar jetë para 2-3 vjetësh nga Covidi, po edhe shumë shokë të tjerë prapë edhe ata të afërt nuk jetojnë në Shqipëri. Dhe duke mos jetuar në Shqipëri dhe duke mos më njohur këtë periudhë të pjetësisë time, ndoshta janë stepur edhe janë larguar, natyrisht. Mund të jenë edhe të korruptuar. Sepse unë e di të sigurt që sulmet kanë qenë të gjithanshme në denigrim, në përbaltje, në veprime të dhunës dhe mbi të gjitha në shpërndarje dezinformimi të qëllimshëm. E kupton? Dhe nga ana tjetër është bërë presion ndaj njerëzve që kanë tendencë për të qenë pranë meje, për t'i larguar ata me çdo kusht. Ka dhe njerëz vërtet. Po sigurisht që ka dhe njerëz me vërtet se në atë shkollë mua më kanë njohur të paktën 1000 vjet. Jo, unë ndjeva një 500 vjet kanë qenë vetëm të klasës, domethënë të klasës time ose të vitit tim. Plus ca më përpara, ca më mbrapa të gjithë më kanë njohur. Dhe kanë ditur që unë kam qenë njëri aktiv, unë merresha me teatr, merresha me kitar, e me shumë gjëra të tjera. Dhe, si që thot Astridi me shumë të drejtë, unë kam qenë antikonformist dhe pothuajse gjithmonë në sherr me pedagogët, derisa ata bën gjithçka për të më denigruar edhe ata që në atë kohë. E kupton? Kjo ka qenë pjesë e karakterit tënd. Ka qenë thjesht pjesë e karakterit tim, unë nuk e pranoj dot. Unë nuk e pranoj dot unë nuk pranoj dot. Oponent gjithmonë për të mirën. Unë jam oponent për atë që unë e quaj të pa drejt apo ose hajde ma kundërshto, të tërë që janë këtu, unë i ftoj, urdhro këtu. Po jo të fyeni dhe të merrni me gjëra boshe, domethënë nivelin tuaj të loni, asgjë më shumë. Nëse doni të bëni komente, bëni si ju do shefi, pa ofendime, sepse ashtu siç kam quar në gjykat këta, do çoj secilin prej jush, nëse aktet përsëriten, siç ka përsëritur të paktën njëri prej atyre komentuesve aty, që do t'ja gjejmë se s'bën emrin dhe identitetin. Por e mos i rën talli I Angellit dhe problemet që I kanë hapur gjë që ju kuptoni një gjë që ky burr është I fortë dhe ka arritur ta përvallojë mirë. Është I vetmi njeri në anën e njerëzve të pambrojtur. I vetmi njeri. Të tërë të tjerët futen në pazar me njëri tjetrin, të tërë të tjerët ulin kokën nëse flet ambasadë amerikane, ajo që ka bërë namin këtu për të korruptuar njerëz, edhe për ta kthyer këtë vend në vend të pajetueshëm.
ashtu ambasada italiane, ashtu ambasada franceze, unë i di të tëra me emra, me njerëz të lidhur me njëri tjetrin. Dhe bankat që futen kudo, pasi kanë grabitur, futen për të korruptuar njerëzit dhe për të më dhunuar mua. Ndoshta, s'po merrem me ndoshta. Po, vazhdojmë me këto. Vazhdojmë me atë ku e lam. I falenderoj Astritin që thjesht. Po si Astriti janë shumë, Unë jam i sigurt që janë shumë, po e falenderoj atë në mënyrë të veçantë për respektin që ka ruajtur edhe për zemrën e pastër, ta themi. Po, ajo është, për këtë kemi më shumë nevojë në këtë vend, se po të kishte njerëz më shumë që kanë zemër të pastër, janë vërtetë dhe janë atë thjeshtësinë e tyre që shohin problemin e tjetrit, ndoshta nuk janë pjesë e asaj që ta ndihmojnë, por paktën të pajtohen me atë dhe të ndjejnë veten, mos se përbuzin dhe ta gjykojnë siç e gjykojnë pjesa tjetër më e madhe. Prandaj edhe ky vend mendoj unë që ka shkuar në të pikë ne jemi larguar nga njëri tjetri, nuk është njëri tjetri. Po, pas një diskutim. Unë do të bëj një korrigjim të vogël Altin, edhe njëherë, nëse më jepni mua ndihmë financiare, fjala ndihmë është gabim. Do ndihmoni veten, jo mua. Mos harroni që unë jam njeriu më i ekspozuar në luftën që bëhet kundër pushtetit të kalbur, të korruptuar dhe kriminal, dhe ajo që do më jepni mua, është ajo që do t'i jepni vetes. Ajo që s'do më jepni mua, është ai dëm që do t'i bëni vetes. Kjo është ajo që do thosha unë Altin. E mbyllëm. Ke në njëti? E mbyllëm, çfarë të kemi ne rrugët e Shqipërisë që kanë marrë lomi. Prit se harrova do shtoja atë për. Kryeministri ka filluar me lëvizje me helikopter, nuk lëviz. Po pra se kur të zbresin tokë do vej drejt në gjykat. Pra, por, shkallëzim penal era. Prandaj lëviz me helikopter. Do ta bëj piti kështu. Përse Edi Rama ka filluar të lëvizë me helikopter, që ta kemi piti kështu. Se me helikopter nuk e ndjekin dot policia dhe prokuroria. Po si apo, se do e thon për batute, po është e vërtetë që po. Jo, që e vërteta është që ai ka një kallëzim penal dhe sot nesër do shkojnë në gjykat. Por kjo është te kemi thënë edhe këto episode kjo ka si pasaj të tjera nuk i di, s'merrem me jetën private të. Lëviz me helikopter për se nuk e kapin dot. Ndërsa unë doja të bëja sqarimin e plot për sa i përket Besmir Dervishit, që nga komisariati numër 2 u bë shef në komisariatin, u bë shef krimesh në komisariatin numër 3, pastaj u bë shef komisariatit numër 3 dhe sot njeriu që unë e kam kallëzuar penalisht për fshehje të provës, prova filmike që i ka gjykata, zotëria nuk e ka futur në dosje me qëllim që të marrin në mbrojtje autorët e vazhdueshëm të veprave penale që nxiten nga prokuroria, nga Edi Rama, drejt për drejt. E kupton? Dhe zotërinë ç'a bën? Në vend që ta dënojnë, e bën shef, domethënë e bën zëvendës drejtor për hetimin e krimit në drejtorinë e policisë Tiranës. Domethënë praktikisht ky sot është njeriu një nga njerëzit më të rëndësishëm të policisë Tiranës. Të policisë shtetit. Po. Se policia e Tiranës është shteti, Tirana tani shteti është Shqipëria, që ka ngel Shqipëri. Ai në Vlorë Korçë çon investitorët e huaj. Dje që shkoi me helikopterin në Korçë, në Vlorë me investitorët e huaj. S'ka ndonjë gjë normal. Nuk ka, jo. S'ka si gjë. Tani. Unë për veten nuk ka bushati si qytetet e Shqipërisë ka sjellë në Tiranë, ka bërë ky burgu madh në Tiranë dhe vetë të tjera. Të promovosh vendin nuk është gabim. Jo. Por mënyra se si... Po ta shesësh vendin nuk... Po ta shesësh vendin nuk është krim, nuk është gabim, është krim. Po me Ballukun çfarë të bëhet? Do e haj Ballukun se e kishin shtyp prapë tani. Çfarë të thashë tani ky i Spaku, se ka ky Braho? I shku Xhabrau, i shkuar. Po, kërkon arrestimin. Po si e pjetë? Dënohet diçka, do ta haj ajo apo jo? Sa shtylla? Sa shtylla? Dëgjoni këtu. Por Rama mbron Ballukun, Balluku mbron Ramën tani. Kush është mbrapa këtyre, njëri tjetër? Mos bëni, shiko, pyetja thelbi nuk është ky, thelbi është që këta të tërë janë zhytur në korrupsione, në krime, në vjedhje tjera, dhe tashti nuk mbetet gjë tjetër se do ta haj kush ta haj, ai që është më poshtë. Kaq është historia. Po pra, Rama tani don që ta haj Balluku para normalisht. Po që ta haj vete, ai shko, ai e ka ngrënë dhe vete edhe me vetë pëlqim, po në këtë rast ai kërkon që t'ja rasin asaj. E dëgjoj, iqeni nga mendja, të gjithë këta persona do ta përsëris për 1 milion euro. Të gjithë zyrtarët më të mëdhenj të Shqipërisë janë të përzgjedhur nga të huajt. Ata kanë punuar për të huajt, kanë punuar në bashkëpunim me njëri tjetrin, sepse koordinimi bëhet prej atyre, dhe kur vjen puna, tani ka ardhur pika ku ai Spaku atje nuk ka nga ta mbaj, i duhet patjetër një kafshat. Se ndryshe si jeton dot ai.
E këtë kapshojmë, në vend që t'a fusi Ramën, danë Belindës. Se është me ekspozuara. E kupton? Edi Rama ka 10 raste që ka marrë në mbrojtje njerëzit, i ka korruptuar, i ka promovuar dhe pastaj një ditë të bukur ta ngilshon ai, sepse është pjesë e lojës kjo. E ka pjesë të karakteristikës, domethënë është pjesë e urdhrit që japin padronët. Se ka vetë shuaj si E ka dhe vetë ai po, është edhe pjesë e urdhrit që japin padronët. Protestat e këtij Berishës si ka filluar mi bë protestë siç bëhet këtu ki bashkia i herë në javë, ka filluar mi bë në kryeministri. Tash ju lutem shqiptar, mos u budallepsni deri në atë pikë. Mos protestoni. Jo protestoni, po mos u budallepsni deri në atë pikë sa të vazhdoni të mbroni kriminalin më të madh të Shqipërisë. Mos dalin protestë? Të dalin në protestë me veten e tyre, jo pas Sali Berishës. Të dalësh në protestë pas Sali. Po dalin vetëm një më se si janë aq. Jare, do të lëm ty të parë je i gjatë, je i bukur. Ama se je disa ditë që më thonë, do të bëjmë kryeminist, më thonë, ka filluar më mirë. E vlejon si kryeminist atë? Dgjau ti, peshoj një herë. Shkoj se mos ka në ndar ku e peshoj një herë. Si ja, mos si unë? Si kryeministër. A e njoh? Do mbështetesh si si kryeministër? Patjetër, si diskutohet. Miq, ju përshëndesim. O Rames, bëjt nga helikoptere, pasi ke mu këtu. Do s'do, ai helikopteri jot do furnizua ndonjëherë, do të mbaroj benzina, do zbresh tokë. Me të zbritur në tokë, vendin e kenë prokurori dhe në gjykatë. Mbaj mend. Kalofsh mirë.